Në kompleksin memorial të varrezave të dëshmorëve në Glogjan, sot janë bërë homazhe dhe janë vendosur kurora me lule për dëshmorin e kombit Mahir Haxhi Lajçi nga Peja. Homazhe kanë bërë kryetari i komunës Rasim Selmane me bashkëpunëtor, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta OÇK-s, bashkëluftëtar dhe familjar të dëshmorit. Mahir Lajçi lindi me 10 mars të vitit 1981 në Pejë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ku dhe vazhdoi shkollën e mesme. Nga vitin 1998 ju bashkuan radhëve të OÇK-s në Glogjan. Mori pjesë në shumë aksione dhe beteja, gjithnjë ishte përkrah luftëtarëve dhe komandantëve të shquar, vëllezërve Ramush, Shkelzen dhe Daud Haradinaj. Ai mori pjesë në beteja që u zhvilluan në Gramaqel, Broliç, Lumbardh, Suk të Hereqit, Suk të Biteshit, Logj, Kralan, Gërgoc, Jablanic, Glogjan, Voksh, Reke Allagës, Shtupeq i Madh dhe të tjera vende. Në muajin shtator të vitit 1998 ishte kthyer njësitit për intervenime të shpejta Shqiponia të Zeza. Pas ofenzive së shtatorit të vitit 1998, ishte ndër ushtarët e pak që ngenin në zonën operative të Dugaxhinit, ku nën komandën e Ramush Haradinaj u gjend në Jablanic, ku mori pjesë në shumë beteja. Në muajin shkurt të vitit 1999, Mahiri ishte në krye të njësitit diverzant të brigades 136 Rrugova. Mahir Lajçi gjatë luftimeve 2 herë u plagos në Glogjan dhe Ratish. Pas përfundimit të luftës u gjend në radhët e TMK-s. I shpëtoi vdekjes gjatë luftimeve, por ajo megjithatë e gjeti pikërisht me 27 janar të vitit 2001, ku u vra në Gjakov në rrethanat e pasqaruara. Ndërsa nga viti 2001 trupi i tij pushon i qetë në mesin e shumë dëshmorëve në kompleksin memorial të varrezave në Glogjan.